Në Shqipëri zgjedhjet lexohen zakonisht si duel liderësh. Kjo është vetëm gjysma e së vërtetës. Gjysma tjetër, ajo më problematikja, ka të bëjë me administrimin e procesit, me babarazinë në burime, me ndikimin e pushtetit lokal, me përdorimin e shtetit si avantazh elektoral dhe me deformimin e vullnetit përmes presioneve të sofistikuara. Prandaj çdo diskutim për zgjedhje të lira duhet të shkojë përtej deklaratave standarde. Çështja nuk është vetëm a votohet. Çështja është sa i lirë është qytetari kur voton, sa i barabartë është terreni mes garuesve dhe sa i besueshëm mbetet numrimi politik i vullnetit publik. Këtu Shqipëria vazhdon të mbetet në një zonë gri, ka procedura formale më të forta se dikur, por dhe mekanizma më të rafinuar të ndikimit. Pra po, sistemi është më modern në pamje. Kjo nuk do të thotë se është më i drejtë në përmbajtje. Kriza më e madhe është mungesa e përfaqësimit. Në gjithë zhurmën e ditës shihet problemi më serioz, shumë shqiptar nuk ndihen të përfaqësuar. Kjo nuk është thjesht pakënaqësi me një qeveri apo me një opozitë, është diçka më e thellë. Është bindja se politika flet vazhdimisht në emër të qytetarit, por shumë rrallë me hallet reale të tij. Pagat, emigracioni, kostot e jetesës, shëndetësia, arsimi, prona, drejtësia e vonuar, varfëria në periferi dhe boshatisja e zonave të tëra nuk marrin peshën që meritojnë në vendimarrje. Ato shfaqen në fjalime, por humbasin në praktik. Kur kjo përsëritet për vite, qytetari ose tërhiqet, ose radikalizohet, ose largohet nga vendi. Kjo është goditja më e rëndë për demokracinë shqiptare, jo thjesht korrupsioni, por zbrazja graduale e besimit se vota dhe pjesëmarrja prodhojnë ndryshim të ndershëm. Kur sistemi nuk bind më se dëgjon, ai fillon të qeverisë mbi cinizmin publik.